Nëse një popull humb gjuhën e tij, humb kujtesën e tij, humb historinë e tij. Nëse një popull humb kulturën e tij, ai është i destinuar për të shkatëruar dhe për të zhdukur. Thot Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar, njeriu nuk shqipton asnjë fjalë e të mos jetë pranë tij mbi kçyrësi që e regjistron atë fjalë. Kur ta përdorim gjuhën tonë, duhet ta përdorim për të mirë dhe në atë mënyrë që ai regjistrues që Allahu i madhëruar ka caktuar të regjistrojë vetëm fjalë të mira. Por çfarë po ndodh me gjuhën tonë? Vëllezër dhe motra, populli jon shqiptar është sulmuar historikisht. Është sulmuar si popull për ta shfarosur, është sulmuar si tokë, si hartë për ta zhdukur, po është sulmuar edhe si gjuhë për ta asimiluar. E në vazhdën e kësaj, jemi dëshmitar se prej disa ditësh, studentët tanë shqiptarë në Shkup po mundohen të reagojnë me të madhe për të na treguar se duhet të ruajnë gjuhën e tyre, të drejtën e tyre në vendin e tyre, aty ku kanë lindur dhe aty ku kanë paraardhësit e tyre e ku do të lënë pasardhësit e tyre. Prandaj ne i mbështesim ata edhe pse jo fizikisht atje, por ata të cilët tentojnë që t'ju amohojnë të drejtë, ta dinë se ne nuk jemi vetëm aq sa ishin në shesh, por jemi më shumë se që ata mendojnë. E për këtë arsye, unë shpreh mbështetjen më të madhe për ata studentë që Zoti i Gjithësisë t'i ndihmojë e institucionet përkatëse t'i dëgjojnë e t'i japin të drejtën e studimit në gjuhën e tyre, e dhënies së provimeve në gjuhën e tyre, e të jetojnë ashtu siç e meritojnë ata po përsëri në gjuhën e tyre shqipe.